molibdeni nuk është thjesht një mineral. Është trupi jonë, nëse është një makinë e madhe, kamion gjigant, çdo gjë funksionon në rregull, kemi ndruar gomat, amortizatorët, çdo gjë. Problemi është që nuk kemi një ndezës, çelës. Nuk na punon çelësi. Atëre makina nuk ecën. Atëre nuk ka sens fare. Çfarë bën molibdeni? Molibdeni aktivizon disa nga enzimat më kritike në trupin tonë. 3 enzimat kryesore. Sulfit oksidazën, e cila kthen sulfite toksike në sulfate të padëmshme, që do të thotë ato që ne marrim nga frutat e thata që janë të spërkatura, sulfitet janë toksike, ato na shkaktojnë probleme inflamatore. Është pikërisht kjo enzim, pra sulfit oksidaza, e cila aktivizohet nga molibdeni, i cili e heq ushqimet e konservuara, produkte industriale. Kjo enzim punon për të hequr grupet e mëdha të toksinave dhe të stresit oksidativ. Shumë e rëndësishme kjo. Nëse ne kemi lodhje pa arsye, kemi atë mirgullin e trurit, kemi reagime ndaj ushqimeve të përpunuara, ku kemi kruarje. Nëse ham diçka kemi kruarje, intolerancë ndaj disa ekzemave, ndjeshmëri ndaj kimikateve ku lajm duart të na krijojnë kruarje lëkurë ose tip ekzemash të lartë lëkurë, këtë minerale kemi mangut. Prandaj patjetër duhet marr, më e mira do ishte 150, të parët tanë kanë marrë 150 mikrogram në ditë. Ne sot marrim rreth 25 dhe në 45. Pra ne konsumojmë më pak molibden, 4 fish më pak se të parët tanë. Burimet më të mira të këtyre janë fasulet, thjerrzat, tricat integrale me fara të plota, të shërat, e këto tjera, gruri,